S'ka rëndësi ku ndodhesh. Ne vim tek ti. ICF Tirana. Mirë se keni ardhur te festimi i të dielës. Disa thonë e diela është dita e fundit e javës, nëse është kështu, është mbyllje fantastike, disa thonë është dita e parë e javës, edhe nëse është kështu, është prapë fillim fantastik. Kështu që është qef që mblidhemi bashkë, kujtojmë premtimet e Perëndisë bashkë, edhe lutem shumë që të marrishin kështu fjalë specifike fiks që shkon me situatën ku je. Javës tjetër kemi një mik nga Indonezia, është aziatiku i parë që do kemi në ICF. Kemi pas, kemi pas, nga Amerika po, nga Europa po nga Afrika, më duket as nga Afrika s'kemi pas. Që kemi ca kontinente për të eksploru, për javës tjetër kemi një pastor që është drejtues një rrjeti kishash në Indonezi. Dhe shumë interesante, sepse konteksti në Indonezi është goxha i ngjashëm, ka shumë kontekst me besim musliman dhe nuk e di, është njeri me goxha influencë, kështu që hajde me pritje. Hajde me pritje. Ndërkohë mesazhi përse do përshëndes miqin na ndjekin online, jam shumë i gëzuar. Shiko, këtej nga ne ka ardhur pranvera, nuk e di çfarë do thot pranverë në Gjermani apo në Zvicër, po këtej pranverë do thot shumë ngrohtë. Edhe një nga shejat është kam shallin. Po hoq Altini shallin është bon ngrohtë, është bon shumë vap. Edhe sigurisht që kemi filluar me ikë në Durrës, ka qenë ajër për plazh këtë fundjavë, e ka provuar ndonjëherë ujin si ishte ngrohtë, i ftohtë, special thot Arbiona. Kështu që, shiko, mesazhi që të ndaj sot, mendoj që është shumë i veçantë dhe sidomos shkon në çdo kohë, sidomos shkon në këto kohë, sepse jemi në kohë zgjedhjesh, ka tensione nga gjithë modelet, edhe mesazhi quhet si të zgjidhësh mosmarrveshjet. Ndonjëherë thotë, ku e di ky që jam zë me vjerën unë? Ose ku e di që jam zë me shoqen e dhomës, të konviktit, apo shiko është si të zgjidhësh mosmarrveshjet, konflikte, tensione, situatat e ngatruara, në fakt është diçka që prek gjithë grup moshat, në fazat ndryshme të jetës, edhe Bibla thot shumë gjëra për këtë gjë, shumë gjëra për këtë gjë. Sepse ke histori të Biblës të pafundme që janë të mbushura me mosmarrveshje, me konflikte, me tension. Tension mes kombeve, tension mes familjeve, tension mes njerëzve, tension mes njeriu dhe Perëndisë. Gjithkohës i ke nëpër Bibël. Kështu që ajo që do bëjmë është të shohim një pasazh nga Dhjata e Re, edhe një pasazh nga Dhjata e Vjetër, dhe lutem që secili do të marrë një fjalë specifike për situatën ku është, edhe lutem shumë që nëse jeni në situatë tensioni në një marrëdhënie çdo lloj, do marrësh një nxitje për ta përmirësuar atë, edhe nëse gjërat shkojnë vaj, do marrësh një parim që ta kesh gati. Nëse i situatë ngjashme e has rrugës. Hajde shkojmë te Dhjata e Re, do lexojmë letrën nga letra e Efesianëve, dhe është ky vargu që këto vargjet që kam si shumica i dim përmendsh, sepse thonë, zemëroni dhe mos mëkatoni, dielli të mos perëndoj minatin tuaj dhe mos i jepni vend djallit. Edhe ka shumë gjëra të vetëm të dy vargje. Ka shumë, mund merresh me ngeme se cilin varg, edhe ka shumë gjëra të bukura aty. Shiko, zemërohuni. Fjala aty zemërohuni, çfarë thot? E thot Bibla që mund zemërohemi, që është okej të zemërohemi. Bibla bën qartë se shiko, konfliktet, mosmarrveshjet, tension janë pjesë e jetës. Janë pjesë e jetës, është diçka reale. Çdo marrëdhënie ka mosmarrveshje. Ka mosmarrveshje. Është që i bie, nuk është problemi te mosmarrveshjet. Pse? Do na shoqëro kanë gjithë jetës. Do i pas kemi këto tensionet, në mos me kolegët, me shokët, në mos me shokët, me motrën, me vllajin, me prindrit, me familjen e madhe, me familjen e vogël, me burrin, me kalamajt, me gruan, edhe gjithë llojet e marrëdhënieve do të kenë momente, mos sot një herë, konflikte, tensione, situata të ngatruara, por kur merresh në mënyrën e duhur, siç thot shkrimi, marrëdhëniet forcohen. Marrëdhëniet forcohen. Kështu që kjo dhe nxitja e mesazhit. Le të mos i lejmë gjërat e voskla, mosmarrveshjet e vogla, tensionet e vogla që të kthehen në sherrë të mëdha. Synimi i mesazhit është si të kemi mosmarrveshje, po kur ti kemi të shëndetshme. Ti jenë të shëndetshme sepse
Jam pjesë e jetës, por si ti kalojmë si... Ajë ta lexojmë dhe një herë Efesianët 4, 26, 27, që thot, zemrohuni dhe mos mëkatoni. Dielli të mos perëndojmë inatin tuaj. Dhe mos i jepni vend djallit. Hajde ndalojmë te kjo pjesa mos mëkatoni. Që i bie, ta thyj copa këtë, mosmarrveshjet e shëndetshme janë të mira. Për sa kohë? Kur janë të mira mosmarrveshjet? Për sa kohë që zemërimi nuk bën mëkat. Zemëroni, por mos mëkatoni, janë si dy qëra të ndryshme. Zemëroni është emocion, është i pashmangshëm të mos zemërohesh, por momenti që e lejmë këtë ndjenjë, këtë emocion, të bëj dëm, të bëj mëkat, këtë atëherë dëmtohet marrëdhënia. Kështu që zemërohu, po mos e lësho gojen për ta lënduar të tjetrin. Është sepse fjalët në herë nuk kthehen mbrapsht. Cila është tjetra? Dielli të mos perëndoj mbi inatin tuaj. Që i bie, mosmarrveshjet e shëndetshme e kanë një limit kohe. E kanë një limit kohe dirë. Aty thuhet derisa dielli të perëndoj. Tashti, po lexohet diçka interesante nga Kushtetuta e Shqipërisë. Ndonjëherë thotë ku ka gjëra interesante, aty vetëm rregulla ka. Hajde e shohim. Te Kushtetuta e Shqipërisë, neni 31.b thotë kështu. Të ketë kohën dhe lehtësinë e mjaftueshme për të përgatitur mbrojtjen e vet. E di se interpretojnë këtë? O shok, edhe i dënuari, edhe i akuzuari për krim, e ka të drejtën me ligj që të ketë një farë kohe për të mbrojt, edhe për ta thënë atë gjën e vet. Edhe është disa herë ne zemërohemi edhe më i minat, se japim radhën fare atij tjetrit. Me fol, ose nuk e kryejmë fare mundësinë për ta shprehur pse u zemërum, pse i mërsit, edhe çka ka që shkon. Edhe duke sigur, disa herë zemërimi i mbledhur bën që t'i vëmë limita atij tjetrit. Por me drejt ligj edhe i akuzuari ka të drejtë me shpreh atë që ka brenda vetes, kurse ne jo. Ndoshta një student thotë, shiko, jam zëm me babin edhe s'do shkoj shtëpi këtë fundjavë. Nuk do jap fare mundësinë të shprehet, e ta thoj atë që të ka për të thënë. Ose ndaj çift thotë, shiko, s'më vjen shumë gjumë, po e le të flej gruaja para. Pastaj po shkoj të flej unë. Ose t'ja fusi gjumë këtë divani, që jam rahat divani. Se sa krevet. Ose shokët ndërrojnë kafen. Thjesht mos ta hazë. Shiko, nuk po pi kafe atje, sa atje pi ai ose ajo. Do shkoj të pi kafe në i vend tjetër, i shmangen njëri tjetër. Në vend që të ulen edhe të flasim me njëri tjetrin, të japim mundësi të flasë. Qa nodhi? Qa e filloi këtë mosmarrveshje? Qa konflikti ka? Qa tensioni ka? Shiko, gjithë kërkimet, gjithë studimet e cilësojnë izolimin shumë të dëmshëm. Kjo që bëjmë ne, që izolohemi, është shumë e dëmshme. Biblia thot, ka një limit kohe për të patur mosmarrveshje, por jo për gjithmonë. Ka një limit kohe. Sipas shkrimit, e mira është të sqarohet pa perënduar dielli. Ne me stafin themi, te stafin te ICF-ja, themi shiko, ke 24 orë me majt inat. Se nga inati fillo mos dite. Por ama mos e fillo ditën tjetër, pa e sqaru qa tensioni pate, ku mërzite, qa nodhi, qa snodhi, para se me fillu dita tjetër e punës. Pse? Sepse gjërat e mbledhura sjellin dëme. Inatet e mbledhura, mos fal, sjellin dëme fizike, edhe sjellin dëme në marrëdhënie. Ja ta ilustrojmë të Coca-Colën. A është kjo Coca-Cola në foto? A është kjo? Kush e di çaj ka ndonë se Coca-Colës? Nëse merr një shirë Coca-Cola dhe i huca karamele me mente, ato karamelet me mente, tuk. Edhe nëse e trazon, bum, qa do nodhi? Nëse hap tapën, do shpërthej. Nëse nuk e hap tapën, do shpërthej prapë se prapë. Do shklyet ai bidoni. Është na njerë zemërimi mbledhur plas edhe na dëmton. Disa herë na dëmton fizikisht.
Disa herë të ke dhimbje, djegje stomaku të dhem në vendet ndryshme të trupit. Pse? Është zemërim i mbledhur aty brenda vetes. Cila është tjetra? Mos I jepni vend djallit. Edhe nxitja është mosmarrveshjet e shëndetshme duhen zgjedhur, duhen sqaruar, duhen zgjedhur. A I di se çfarë është një nga gjërat e preferuara të ligut? Është konfliktet e pazgjidhura. Mosmarrveshje, tensionet, sepse shkrimi thot, Krishti thot, djalli vjen për të vjedh, për të vrarë, për shkatru. Nuk vjen pra si gjë të mirë. Vjen vetëm ku me gjet në gjë që ka filluar kriset, sidomos në marrëdhënie ty brenda, e ta shkatroj atë gjë edhe më keq. Shkrimi thot, mos I jepni vend djallit, edhe them her pas here, po përkthimi I preferuar është një vend në Bibël që thuhet mos I jepni foothold djallit, mos I jepni vend as sa të mbështesi këmbën. Se në disa herë kur ne mbledhim gjëra në një farë forme, po japim vend ligut që të hyjë ajo marrëdhënia, e ta çmontoj edhe ta dëmtoj, sepse I ligu po kërkon për hapësira të tilla te martesa, te lidhja, te puna, në çdo lloj marrëdhënie. E duket sikur ai e ka radarin që sa shikon ca xixa në një konflikt, në një tension, vjen për të hedhur benzinë edhe që të marrë e zmadhohet. Shiko, duket sikur kudo në Shqipëri ligu të është dhënë hapësirë gjithanej, sepse shohim ndasi pafund, sidomos deri me një majt do zihemi e do shahemi, se deri para se të mbaronte Big Brother ishim duke u shajt për fancat e Big Brother njëra me tjetër. Mbaroi kjo, tash do shajmë me fancat e Ramës edhe Salës e tjetër, duke se u ka ndasi pafund, ndasi politike, krajinore, gjinore, ngjyre, edhe çdo lloj ndasie të mundshme. I ligu aq to. Sa të shofi një krisje, edhe sa të mbështesi këmbën, edhe do pastaj të hyjë dhe ta dëmtoj atë marrëdhënie, aq sa I ligu do që të vim në pikën e t'ja heqim vizën atij personit. Janë këto fotot. A I ke ngjuar ndonjëherë këtë shprehjen, ose ata ka thënë dikush ty, ta kam heq vizën. Ta kam heq vizën, ose atyre dua heqim vizën, ose ati, asaj, të gjithëve jo kam heq vizën. Qa do thot? Ngjan sikur s'ka shanse që kjo marrëdhënie të riparohet më. Nuk ka shanse që unë të fol ty, të takoj me ty, të pi kafe me ty, është sa mirë që Zoti s'na heq vizën. Sa mirë që Zoti nuk na heq vizën, atëherë, nëse ai na pranon kështu siç jemi, kush jemi ne që heqim viza? Edhe them ky bon, ky s'bon, ky bon, ky s'bon. Le t'ja gjejmë anën pajtimit. Sigurisht që duhen vënë ca limite, sigurisht që duhet një lloj përgjegjësie, përgjegjshmërie, por jo t'ja heqim vizën fare, sepse shkrimi thot 2 Korintasve 13:1. Çfarë thot? Më në fund o vëllezër, dhe është nga fundi I letrës 2 Korintasve, kapitulli 13 është I fundit, dhe janë ndër vargjet e fundit, dhe Pali thot, e di se do ta përmbledhun këtë mohabet të dashur Korintas, e dashur kisha në Korint, më në fund o vëllezër dhe motra, bëni këto gjëra, gëzohuni, jini të gëzuar, cheer up. E dyta, përsosuni, edhe në shpjegimi përsosuni ishini ndrejquni, bëni çik më të mirë. Edhe tjetra ishe ngushëllohuni, inkurajoni njëri tjetrin. Tjetra ishe jini të një mendje. Tjetra ishte jetoni në paqe, edhe duke dëshiruar dhe duke bërë këto gjëra, cili vjen çanodh, Perëndia I dashurisë dhe I paqes do të jetë me ju. Edhe di pse kjo gjë është rëndësishme sidomos për kulturën tonë. Edhe për kulturën tonë mesetare, pra ne mendoj që ne kuptojmë Biblën çik më shumë se sa nordikët ose dikush tjetër, sepse ne jemi qak nxehtë. Ne themi fjalën e fundit të parën, ne themi të gjitha fillimt. Pastaj bëjmë bishman dhe mendojmë radhën si duhet ta kishim thënë, si duhet ta kishim filluar, edhe shiko. Por dua shumë dhe lutem shumë që kjo s'do të ndodhë, le të jemi ndryshe kur vjen puna te mosmarrveshjet, tensionet dhe konfliktet. Nëse ti ke një marrëdhënie të dëmtuar, dua shumë që ti kish nga ky festim duke menduar ndryshe, duke menduar së pari
duke u pajtu me faktin që shiko, çdo marrëdhënie mund të rregullohet. Çdo marrëdhënie mund të restaurohet. E ta heqim atë idenë e vizave, e nuk ekziston ide e vizave. Me çdo person mund të rregullohesh. Edhe shiko, është gjithë kjo pjesa e parë që ndava, është nuk ka aq vlerë, sepse duket sikur po ndaj gjëra që kanë lidhje më shumë me mendje, me intelektin, me këtë gjë, nuk kanë vlerë nëse nuk zbresin te zemra. Nëse nuk ndryshohet zemra, edhe nëse nuk e pranojmë këtë gjë. Edhe për ta zbrit nga mendja te truri, do shkojmë te dhjata e vjetër. Të shkojmë te dhjata e vjetër e do lexojmë një histori të dikujt në Izrael. Familje mezetare, thashën ty, që ngjan shumë be familje shqiptare, edhe si ti rregullojmë marrëdhëniet. E do shohim 4 parime nga Zanafilla, kapitulli 50, edhe le ta lejojmë që Zoti të veprojë edhe të ndryshojë zemrat tona që të bëjmë pjesën tonë. Sigurisht Perëndia do bëj pjesën e tij, por ka një pjesë nga ana jonë që do bërë. Ja ta lexoj, pastaj do t'jap një çik kontekst. Vargu i parë është Zanafilla 50, vargu 19. Sa ti lexosh emrin, shumica do e dini se për kë po flas. Jozefi u tha atyre. Historia e Jozefit. Mos u tremni, se mos jam unë në vend të Perëndisë që të marr hak juve e t'ju heq qafe. Se mos jam unë. Nëse ti e di historinë, Jozefi ishte djali i Jakobit, Jakobi ishte djali i Isakut, Isaku ishte djali i Abrahamit, Abrahami ishte djali i Teraut, ishte kjo linjë familje që Perëndia i tha, çoni nga Uri Kaldeasve, nga Babilonia, çoni dhe ajdeni në tokën e Kanaanit, në Izrael, sepse nga ju do të bëj një fis të madh. Shiko, nëse do të lexosh për një fis, për një racë, për një familje, rresht familjesh në Bibël, edhe ti shofi gjithë dinamikat e familjes, e di që do të lexosh familjen e Abrahamit. Sepse janë gjithë Abrahami, Isaku, Jakobi, Jozefi, edhe gjithë të gjërat. Shiko, unë mendoj që nëse dikush ka në i prirje për të bërë në i film, ky nuk del film, ky del telenovel, ky del shumë me serial, me ja kështu, me pjesë pa fund, sa ta shofish një vit të tërë mund të duhet për ta marrë gjithë, sepse di çan gjë ke ky fisi, që shumë drama, gjë vllajin duke mashtru vllajin. Gjë tradhti, gjë zemërim, her pas herë s'ka besnikëri, gjë incest, intriga, ndarje, martesa cop-cop, inate, zemërime, xhelozi, mbajtje me hatër, etj, edhe gjithë kjo mohabet është ke 3 breza. S'ka ardhur akoma Jozefi. Pastaj vjen Jozefi. Edhe për ne më pëlqen Bibla. Sepse nuk është libër biografik. Ke parasysh kur vdesh dikush i shkruaj një libër biografik me gjërat e mira që ka bërë. Ka qenë i mirë shkreti. Edhe ka qenë i mirë se bëri këtë dhe thon vetëm gjërat e mira, asnjëri thot ato gjërat e këqija ose prapësitë që ka bërë. Kurse Bibla është reale. Te Bibla gjet gjitha. Ky ishte i mirë sepse i besoi Perëndisë. Po bëri edhe këtë, nuk la mangë as të, nuk la pa bërë edhe këtë, sepse duket sikur Bibla nuk i bën jetës furça, i thot gjëra troç ashtu siç janë. Edhe jeta e Jozefit shok është tragjedi më vete. Baba i tij kishte 2 gra që kishin nga i shërbëtore, që i kishte edhe këto gra, që i bie. Baba i tij kishte 4 gra. Edhe ky me 4 gra kishte bëri 12 çuna dhe 1 gocë. Por e donte një çik më shumë Jozefin. Jozefi ishte i parafundit, ishte çuri 11. Edhe mbati çik më hatër Jozefin dhe vllain e vogël. Edhe kjo gjë krijoi një xhelozi të frikshme mes tyre 10 vëllezërve të tjerë. Aq sa kjo lloj fisi tyre kështu dindet merrej me mosmarrveshjet. Ndodhen ai gjë e keqe, ta tregojmë në shefin, edhe kështu nuk ishte numra. Edhe Jozefin e hodhën në pus. Por unë delet larg shtëpisë, le themi me delet ishin Durrës, edhe Jozefi niset nga Tirana në Durrës për të çu bukë edhe gjëra të mira, edhe momenti sa erdhi ja mora të gjërat mira që kishte sjell për të ngrënë, pastaj e hodhi në pus. Sa mirë që pusi s'kishte ujë. Jo sa mirë, sa keq. Prapse nxorën nga pusi edhe e shitën sepse pa një karavan që po kalonte e tha, a do i çun me lek. Ke parasysh që shesin bakër, kanaçe, hekur, këto shisin njerëz.
Edhe kemi çun 17 vjeç për ta shit. A do ta blesh? Edhe mendoja që Jozefi ka qenë 17 vjeç në atë kohë. Si do ndjesh e ti? Ajde çik mendoja. Qofse ke motrën vllajin, kush është beta valin u larg, motrën vllajin, e pastaj imagjino të kishe këtë lloj tradhtie të tillë brenda familjes. Me ta fut vllai kështu. Apo motra. Që më të vështirë, ato njerëzit që ti do më shumë, njerëzit që të vlerësoj më shumë, të çmojnë më shumë, edhe po të trajtojnë më keq se armiku. Ja shitin Jozefin Potifarit, punoi si sklav të shtëpia e tij, por pas ca vitesh punë edhe ishte super punëtor, u akuzua për përdhunim, ke dash me përdhunu gruan e pronarit, kështu që u fut në burg dhe nga koha që u shit si sklav deri sa doli nga burgu e disa vite, mendohet që janë 13 vite. Filloi drama 17 vjeç, deri 13 vite dram, 13 vite vuajtje, për shkak të çfarë? Të marrëdhënie të prishur me vëllezërit. Shko ka larg ky mobet. 13 vite për hir të një mosmarrëveshje, vuajtje 13 vite burri botës. Edhe aty në burg ai interpretoi 2 ëndrat e 2 të burgosëve, ëndrat dalin dhe pastaj faraoni shikon një ëndër dhe i duhet një interpretues. Edhe një nga ato thë, njofun njërin që interpreton ëndra, kështu që thirrën Jozefin, interpretuesin e ëndrave, edhe për t'i rënë shkurt, Jozefi përfundon si kryeminist i gjithë Egjiptit. Faraoni ishte si presidenti i vendit, por me punët e përditshme merri Jozefi kontrollonte gjithë pasurinë, gjithë burimet e Egjiptit. Edhe ai tha, ëndra ishte do ketë 7 vite bollok, kështu që i dashur Jozef si kryeministri i vendit menaxhoi bollokun e 7 viteve, dhe kështu që ai arriti të ndërtonte qytete rezervë me ushqime me bollokun, sepse pas tyre do kishte 7 vite zi edhe që ta mante popullin gjallë. Edhe në ditët filluan vitet e zis, edhe në vitet e zis shkon muhabeti matan shtetit. Edhe një fis atje me 11 vëllezër më gjon që ka buk në Egjipt, ka grur në Egjipt. Hajde shkojmë marrim grur në Egjipt, edhe vinë atje, edhe në fillim ato nuk e njohon të vizita e parë, di ku e njohin? Të vizita e dytë. Te vizita e dytë, se mbaroi gruri që morë për herë të parë, kështu që erdhën për blej për herë të dytë. Edhe kur e njohën, hajde të shohim si reaguan. Zanafilla 50, bargje 16-17. Atëherë i quan fjalë Jozefit. O Jozef, ati yt pare se vdiste, dha këtë porosi duke thënë, kështu do t'i thoni Jozefit, falu vëllezërve të tu të keqen që të kam bërë mëkatin e tyre, sepse të kam bërë keq. Falu pra tani krimin shërbëtorëve të Perëndisë të atit tënd. Jozefi qau kur i folën kështu. O shok, është hera e parë në Bibël që përdoret fjala falu, falje, fali, fal. Hera e parë në Bibël. Hera e parë që përmenden këto fjalë. Edhe hajde shohim 4 parime që dalin nga mosmarrëveshja e madhe. Si u mor Jozefi me te? Si të merremi ne? Me këto mosmarrëveshje që mund na lindin herë pas here. E para, Jozefi e pranoi që edhe ti e pranon, edhe të doja që edhe ti të pranoje, të parën është që, shiko, e ke ti në dorë. E ke ti në dorë të falësh ose jo. Është në dorën tënde. Ja ta lexojmë vargun 19, edhe pse vargun 19 ngjan çik ndryshe. Jozefi u tha atyre, mos u tremni se mos jam unë në vend të Perëndisë. Në fakt, e kishte Jozefi në dorë. Kishte të drejtë që të merrte hak. Por ai tha, nuk më takon mua të gjykoj edhe të marr hak. E ty të vjen thosh, po pse marbon? Po pse mor Jozef? Po të erdhë rastin dorë më vëlla. Të erdhë rastin, e ti që të 13 vjetë ke vujt për këtyre ti. 13 vjetë ke vujtur, edhe të qiten, e di për sa qiten, për 20 monedha. Edhe hyra në ChatGPT, 20 monedha argjendi në kohën atëhershme, sa peshonin? Një monedhë peshonte 11 gram, her 20 monedha, 220 gram
argjend. Edhe e pash, sa bën 1 gram argjend? 1 gram argjend bën 20 dhe 25 euro. Edhe bie e kanë shit për 5.000 euro. Shit e vllai për 5.000 euro? Për 5.000 euro. Me 5.000 euro as i golf dysh, ndoshta 4, ç'a golf mbash? Po ne i furgon, se janë 10 veta, janë 10 vlezër, do shkojnë të ruajnë delet me furgon. Çfarë mund blesh me 5.000 euro? Ç'a lloj furgoni? Se dia ble dot. Se dia ble dot, u nga 500 euro kam ble skuter. Me 500 euro ble di skuter? Ose në një motor me bateri, me këto, e parasysh është shiko, po e kthejnë shaka, por ishte shumë e rëndë. Gafa e tyre i bëri që ai të vutë 13 vjet. Tani ka në dorë, më në fund, mund të hakmerret edhe thot, se mos jam unë vend Perëndis, që të mos ju fal juve. E di çka kuptohet? Shini çik. Dukshëm kuptohet që Perëndia ka qenë duke punu ke zemra e Jozefit. Jozefi është bërë i përulur. Jozefi nuk po kërkon më të drejtën e tij. Pra, e pare, ai e kuptoi, ti e kupton që shiko, e ke në dorë të falesh ose jo, por kupton që edhe kam dorë, edhe se kam dorë. Edhe jo çdo gjë është në dorën time. Nëse ti beson Perëndis, edhe kërkon që ai të fali ty, edhe i ke kërkuar të drejtojë jetën tënde dhe ti po maturohesh frymërisht, arrin në pikën e kam në dorë, po edhe se kam në dorë. E kam në dorë të fal, por nuk e kam në dorë të hakmerrem. Pra është sepse ti ja ke lënë Perëndis atë gjë. Edhe disi ndodh zakonisht kur ka një marrëdhënie të prishur, kush e ka fajin? Kur ti zihesh me mamën, me babin, kush e ka fajin? Ti? Jo, alla ato që s'kuptojnë. Gjithkohën e kanë fajin ai tjetri. Kur ti zihesh me kolegun, me shok, kush e ka fajin? Ato e kanë fajin. Gjithkohën duket sikur çdo lloj situate të ndodhi mosmarrveshjes, gjithmonë fajesh atje me ata. Por kur e shikon me qetësi, edhe shikon me nge, duket që e kam ndonjë çik faj kam. Si jam dhe unë pa faj fare. Si e tha Jezusi te Mateu 7. Hajde lexoj Mateu 7. Pse shikon lëmishtën që është në syrin e vllait tënd dhe nuk shikon të traun e madh që është syrin tënd? Vargu 4, ose si mund i thush vllajt, dale të heq se të ka një qerpik të syu dhe kamberak mos ngulet të syu. Dale se të heq lëmishtën. Kur ti ke një tra veti se shëf dot. Vargu 5, o hipokrit, hiq më parë trau nga syrit, dhe pastaj shiko qartë për të nxjerrë lëmishtën nga syri i vllajt. E di çfarë kuptimi ka kjo? Është, shiko, merru me veten tënde s'pari, që do të thotë, momenti që ne drejtojmë gishtin, pa dashje, 3 gishta nga e ndrejtu. 3 gishta e ke ti fajin. Kur them e ke ti fajin, që ndodh? 3 herë e kam unë fajin. Se i drejtove Irisës s'ke faj. Po, e kam unë fajin, 3 herë. Shiko, e vërteta është, kur mendojmë pjesën tonë të parin, ore po pjesa ime fajt cila është. E di që do të nodh që do kesh më shumë empati për atë tjetrin. Dhe është më i ndjeshëm. Edhe do e kuptosh që pa edhe ai njeri është. Gaboj unë, gabova ai, gabova ajo. Unë kam nevojë për mundësi të reja, do të jap dhe atij asaj mundësinë e re. Edhe e di çfarë, do doja shumë ta dëgjoni këtë pjesën. Jozefi nuk po priste që sjellja e vëllezërve të shëronte zemrën e tij. Jozefi nuk po priste që reagimi tyre mezi po ju pres, sepse kur të vini ju të më kërkoni falje, do më shërohet zemra. Nuk po e priste këtë gjë, nuk po e priste. Vetëm po më kërkon falje 3 herë, vetëm atë herë do bëjmë mirë. Kur të më kërkojnë falje, do kisha qef ma sillni dhe i komposto, do kisha qef ma sillni të më etni dhe i drek, sa ashtu do më shërohet zemra tamam. Shpesh kështu menojmë. Por nuk është e vërtet. Menojmë që shiko, po më tha më fal, do më shërohet zemra. Po e pash me sytë e mi që është pendu, do më shërohet zemra. Ose po më tha diçka të pak në atëherë, do më shërohet, lëndimi do shërohet. Jo, nuk ndodh ashtu. Nuk ndodh ashtu. Vetëm Perëndia mund ta shërojë zemrën.
jo ai që të ka lëndu. Vetëm Perëndia mund ta bëj. Nëse pret që sjellja e njerëzve të dashurojë zemrën tënde, thjesht do vonosh procesin e shërimit të zemrës tënde. Sepse nuk vjen nga njerëzit. Zemrën e lënduar e shëron Perëndia. Kështu që lërja Perëndis procesin e shërimit. Vetëm ai mund ta shiko, bisedat me atë person janë për të rregulluar marrëdhënien, por dëmi që të është bërë në zemër, vetëm Perëndia mund ta shëroj. Hajde ta shohim si ndodhi ky proces të Jozefi. Shkojmë çik te kapitulli më herët, Zanafilla kapitulli 41, vargjet 51. Jozefi tha kështu. Jozefi u martua edhe e quajti të paralindrin e tij Manasi, sepse tha, Perëndia bëri që të harroj çdo shqetësim timin dhe tërë shtëpinë ati, duket që ç'a po ndodh. Duket qartë që po ndodh, Perëndia po shëron zemrën e tij. Akoma si ka taku vëllezërit, sepse po flasim për kapitullin 41, vëllezërit i takon kapitulli 50. Zoti po shëron zemrën e tij, ndërkohë që s'ka bërë fare, as i ka çuar mesazh në WhatsApp, as email, as i ka marrë fare, nuk ekzistonin këto gjë, nuk i ka taku fare. Perëndia është ai që shëron zemrën, edhe po e bën këtë gjë të jetë aty. Hajde shkojmë te vargu 52. Të dytit me 2 çuna. I vuri emrin Efraim sepse tha, Perëndia më ka bërë frutdhënës në vendin e pikëllimit tim, edhe duket shumë qartë që Perëndia po e shëron zemrën e tij. Shiko, e di kush e prodhon këtë lloj qëndrimi edhe këtë lloj shërimi të zemrës tënde, e prodhon lutja edhe koha jote me Perëndin. Nuk e prodhon ai tjetri. Shiko, sa më shumë kalo kohë me Perëndin, aq më shumë zemra jote edhe karakteri jot do të ngjajë me Perëndin. Pse? Sepse do mësosh si t'ja lesh sfidat, lëndimet, hatërmetjet, si t'ja lesh ati edhe duke bërë karakterin e ti. Ti qa do bësh? Ti do mësosh të falësh si që fal ai. Edhe kur të lutesh, e di si do të mësoja, do të nxisja të lutesh, lutëm me fjalët e Psalmit 139. Kush i di këto vargjet përmendsh? Psalmi 139 thot kështu: Imagjino se kur çdo lutje jonë në mëngjes ishte kështu. O Zot, më heto o Perëndi, edhe njihe zemrën time, më provo dhe njihi mendimet e mia, dhe shiko nëse ka tek unë në një rrugë të keqe. A di që të ndodhte? Ti do bëhesh si shpirt. Nëse ti çdo mëngjes i thu Zotit, Zot ma heto zemrën, skut më skut, cep më cep, ma heto mendjen, shteg më shteg, edhe rrugët e mendimeve mi heto ato. Edhe nëse ka në i gjë të keqe, pastroje dhe rregulloje, e di që të ndodhi. Ti do bëhesh si rrush, ti do bëhesh si shpirt. Ti do bëhesh krejt si karakteri Perëndis. Edhe di që të ndodh, zemra do jetë e shëruar, mendja do jetë e qetë. Kush e sjell shërimin? E sjell Perëndia. Nuk vjen sepse ai njeriu të fali, apo të kërkoj 3 herë të fal, apo ul në gjujë dhe të puthi këmbët, apo ju. Po egzagjeroj se s'ka kështu gjërash, po. Llafi që bie. A shiko, sepse psalmi tjetër, psalmi 34 thot kështu: Zoti është afër atyre që kanë zemrën e thyer. Që të thot, sa herë që zemra jonë është lënduar, Zoti është afër për ta shëruar, për ta shëruar. Ti e fton Perëndin në këtë gjë, edhe ai shëron lëndimin tënd. Këto të dyja ndodhin në kohën e qetë. Edhe nuk ndodhin sepse pata të kafen e famshme me atë tjetrin. Shiko, është e nevojshme biseda, është e nevojshme për të rregulluar miqësinë edhe për ta çuar miqësinë në një farë pike të reja, por çfarë do gjë, por nuk ndodh shërimi. Ja si vazhdon historia e Jozefit. Shikoj çik, vështrosit ndërrohet perspektiva. Ty të ndërrohet perspektiva kur Zoti ta ka shëruar zemrën. Ja shive si ndërru perspektiva. Zanafilla kapitulli 50 vargu 20. Ai thot kështu: ky njeriu që ka vujt 13 vjet nga vëllezërit, 13 vjet nga vëllezërit. Vetëm sepse Zoti ja kishte shëruar zemrën, ai mund të shifte gjërat ndryshe. Kishte një perspektivë të re. Hajde ta shohim. Ju tha: o çuna, a di se është mohabeti? Mohabeti është: ju keni kurdis të këqija kundër meje, edhe s'keni lënë zez pa bë kundër meje.
por Perëndia ka dashur që të shërbej të mirës për të kryer atë që po ndodh sot, të mbas gjallë një popull të shumt. Edhe nga kjo del parimi i dytë, i sinqert. I sinqert. Jozefi ishte i sinqert me ato. Jozefi nuk tha, pajt më çuna se që e vogël ishte. 13 vjet shkuarat harruara. Në fakt, u thot troç. E thot, çuna, ju keni kurdisat këshia, ju keni bo të zi të ullirit kam vujt presh. Është e vërtet. Edhe di pse them këtë, sepse në rast mos marrëveshësh ndodhin dy ekstreme. Ekstremi i parë, njerëz të lënduar fillojnë të përtasin. Ta tregojnë që e vin ty edhe hapen dhe dritajnë ta marrë vesh dhe komshiu. Janë ekstremi i parë është zhurmë, shumë zhurmë. Ekstremi tjetër është mbyllje në vetvete. Pajtë se s'ka gjë se nuk ishte ndonjë gjë e madhe. Urtësia është në mes, thuaje të vërtetën, me dashuri, por thuaje më lëndove, më atë që the. Thuaje, sipas meje, kështu ndodhi. Kështu më bëre të ndihem. Unë ndihem kështu edhe kështu për asaj që theti. Ndryshe do prodhoj mëkat. Ose do prodhoj mëkat zemërimi, e të bëhet potere madhe, ose do mbledh hidhërim zemra brenda vetes. Kështu që ji sinqert. Fol në marrëdhëniet e tensionuara, fol me zemërndor. Me vërtet më ke lënduar shumë. E nuk e them se kam ndërmend me të marr hak, po që kështu është e vërteta. Edhe ja, kalojmë tek parimi i tretë. Atë lexojmë vargun 20. Edhe i herë vargun 20. Ju keni kurdisur të këqija kundër me, por Perëndia ka dashur që të shërbej së mirës për të kryer atë që po ndodh sot, të mbashgjallë një popull të shumt. Çka këndvështrimi. E di si mund kesh të lloj këndvështrimi nëse ti ke një besim të patundur. Një besim të patundur çfarë? Zoti është kontroll gjithsesi. Megjithëse ndodhi kjo, megjithëse po ndodh kjo marrëdhënie, ky tension, ky mosmarrëveshje, ky konflikt, ama e di që Zoti është kontroll, që ai do bëj një gjë të mirë nga kjo do e bëj, se çfarë është nuk e di, por unë kam besimin e patundur që shiko, siç tha Jozefi, ju synuat për keq, Perëndia e ktheu për mirë, madje e di që si vazhdon historia, madje o vëllezër, unë do t'ju jap juve një vend shumë të mirë në Egjipt. Në qytetin Goshen. Goshen ishte një qytet kështu i begat, e di si ishte Gosheni, si Mizëqeja e Lushnjës. Edhe Jozefi tha, unë do t'ju jap juve gjithë Mizëqen, sepse u mërzit në njëri që ja falem atyre, ja. është edhe e di pse, sepse zia do të vazhdonte edhe disa vitet të tjera. Edhe që ju mos t'i vuni këto gjëra që do vinë më pas. Unë ju fal juve një qytet të tërë. Edhe aty jetojnë izraelitët 400 vjet. Kujt ja merrte mendja që e keqja do kthehe për të mirë, po jo për të mirë, për një super të mirë, për një gjë shumë të mirë. Ja ta lexojmë një varg që ti e di përmend, por e di vetëm në mendje ndonjëherë, nuk ka zbrit këtu. Hajde të lexojmë Romakëve 8:28. Kush e di këtu? Këtu e dim gjithë. Hajde të lexojmë. Ne e dim. Këtu e dim përmend se gjithë gjërat bashkë veprojnë për mirë për ata që duan Perëndin, për ata që janë thirrur sipas qëllimit të tij. Por as bret këtu. A mund ta pranojmë kur të dhëmb? A mund ta pranosh kur ka mosmarrveshje? A mund ta pranosh kur ka tensione te familja, te puna, te njerëz? A mund ta pranosh? A mund të thuash, a mund të besosh që unë kam një lloj besimi të patundur që Perëndia është kontroll çdo lloj gjëje. Edhe kjo gjëja, kjo mosmarrveshja, ky tensioni, Perëndia do e kashtis, do e fusi, do e bëj pjesë të planit të tij. Edhe disi ngjan si puzzle. Kush i ka qef puzzle-at? Ka në njëri, a ka në foto me puzzle aty? Kush i ka qef të copat e vogla që bëhet një figurë madhe? Pas ka 2-3, Ada, pse se ngre dorën ti Ada? Sepse Ada të shpjegon gort për puzzle, po me i kush që puzzle-a do t'je me 2000 copë. Edhe kur më thot mu hajdim një ma.
12 copë s'marrë vesh ku lidhen, si lidhen, duket se atë cifrima të vogla që duhet lidhen bashkë me njëra tjetrën që të marrin të pamjen e bukur, edhe vetëm kur merr atë pamjen e madhe, kur ke bashkuar gjithë copëzat bashku, prandaj janë këto të vogla që lidhen me njëra tjetrën qaf për qaf, që del kjo pamja. Po sikur të pranojmë çdo gjë. Sepse dim, Zoti është kontroll. Ati nuk i çmiku nga dora kjo situata, se patanis për Adëm, po mbra këtej në Afrikë. S'ka gjë se dy sjellni gjë të mirë juve në Afrikë. Edhe kthehej prapë te Ada. Ti thjesht beson, Perëndia është në kontroll. Edhe këtë gjë nuk ma heq kush nga mendja. Josefi tha, ju kur disë të këshia, Perëndia e ktheu për mirë, jo thjesht për mirë për një gjë të vogël, e futi në planin e tij të madh. Edhe është po sikur të besojmë që jeta jonë ndërtohet pjesë pas pjese, si puzzle. Disa nga këto gjërat e përditshme, po sikur t'i konsiderojmë pjesë. Kjo sot është një puzzle i vogël te kjo gjëja e madhe që quhet jetë. Edhe është nxitja ime, di çfarë do ishte? Nxitja ime do ishte gjeni një varg nga Bibla që t'jep forcë. Edhe ka po pas atij premtimi kur ke mosmarrëveshje, tension apo çdo lloj situate. Ka sepse fjala e Perëndisë është e tillë, është e freskët, është fuqizuese, edhe të mëson. Tash do të ftoj një çun simpatik 16 vjeçarin, më king këtu. Që të ndaj një përjetim të tillë, ma i duar të kitje. Robin Kita. Rubo. A do na tregosh një gjë, vargu jot i preferuar, si e kap ti mas atij vargu e çan ndikim ka? Për kaloj këtë. Si jeni mirë? Do me lexuaj varg që është 2 Korintasve 5:17 që thot: "Prandaj nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re. Gjërat e vjetra kanë shkuar, ja të gjitha gjërat janë bërë të reja." Perëndia do të thotë ky vargu që jo vetëm se kur ja jep jetën atij, nuk është se vetëm ai të merr, ja t'i zjasë çik komët, ta bëj çik më të gjatë, ta pastroj çik nga jashtë se bëhet më i bukur, po është më shumë si transformim, sikur të bën një edhe mentaliteti ndryshon, edhe çdo gjë. Prandaj thuhet që duhet ta jetosh jetën si i krishter, jo vetëm thush që jam i krishter, kështu edhe Zoti më shumë edhe unë, po besoj edhe ju, më shumë mërzitemi kur tjetri bën diçka ose për ne keq, ose kur bëjmë gabime, ose kur kemi në zhgënjim nga një person. Edhe ndoshta njerëzit në herë na kujtojnë për ato mëkatet që kemi bërë atëherë, edhe kur ti e takon mas disa muaj ose mas i viti, ai thot të ma e men kur e ke bërë këtë, e kështu ja akoma, ose s'pyet fare, thjesht e di që ja akoma ashtu. Po Zoti është të shef vetëm ashtu si që tani. Jo si e heq gjithë shkuarën edhe të shef si e tani kur ja ke dhënë jetën atij. Dhe unë para 2 vitesh ndoshta në klasë 9, gati po filloj vitin e parë, kam pas bërë shumë gabime, vetëm gabime. Edhe mendoja ndonjëherë, na loja ndonjëherë kur rria që isha vetëm dhe thoja, po pse po bëj kaq shumë? Ndonjëherë bëja edhe pa vetdije edhe pastaj kur u fokusova më shumë te marrëdhënia me Zotin, e kuptova që gjithkohës ishte me mua, edhe që ai dinte ca plagë që unë i kisha, po unë se dija as vetë që i kisha, edhe as tjerët nuk e shihnin. Dhe ju them që po pa lëndim ose një tërshtim ose kur bëni një gabim, jepja jetën Zotit dhe i rregullon gjitha. Faleminderit. Nëse pyet ato vite sot vështire. Po ka Zot. Edhe Zoti dëgjon lutjet. Shumë faleminderit Rubi për sinqeritetin dhe që i tregova ato momentet, Sami si tregove gjitha me detaje. Edhe është gjithë gjërat bëhen të reja. Sa që i sjellin para tij, edhe Rubi është kap mas atij vargu dhe ai vargu se kur e ka ndryshuar dhe tjetërsua jetën e vet. Shumë faleminderit Rubo. Ja të shohim
parimin e 4 Jozefi, po le të lexojmë Zanafillin vargu 21 para se shkem te parimi I fundit, sepse them 4 parime do shohim nga jeta e Jozefit. E vargu 21 thot kështu: Tani pra, mos kini frikë, unë do të siguroj ushqim për ju edhe për bijtë tuaj. Kështu dha zemër dhe I foli zemrës së tyre me butësi. E di çanot parimi I 4 që mësojmë nga Jozefi është kur ti fal, pasi Perëndia ka shëruar zemrën tënde. Edhe kur ti fal, ti jep liri, ti jep çlirim. Ja si u kthye Jozefi, u kthye, ja si e trajtuan ata. Ata e abuzuan në gjithë format e mundshme. Edhe ai nuk kishte siguri që ja I moron këto, edhe nuk do sillen. Ata nuk premtuan, shiko se sa na falish ti ne do sillemi mirë, ne do bëjmë mirë, do bëjmë, nuk than kështu gjërash. Por Jozefi ishte I lirë për të bërë gjërat, falja të çliron. Për të qenë tamam si Krishti, për pas, edhe Zoti kur na fali ne, nuk na fali, edhe ne I premtu Zot na fal sot, se disë do bëjmë nesër si engjëll, do bëjmë, s'do bëj as I gabim, as I gjë. Zoti na fal, edhe na fal prap, edhe na jep mundësi prap, dhe është imagjino të kemi, ne le të jemi të lirë dhe të çliruar për çfarë? Le të jemi të lirë dhe të çliruar për të bërë mirë. Për të bërë mirë, për t'ja kthy dikujt, si thuhet te romakëve, kush e mamen të vargun, mos u mund nga e keqja, mos të vëri poshtë e keqja. Po çka keqja e bë kështu? Ta dishi çam ka thon mami mu, çam ka thon babi mu, ta dishi çam ka thon burri mu, gruaja mu, ta dishi çam ka thon te puna. Mos u mund nga e keqja. Ti vet munde të keqen me të mirën, sepse ti je I çliruar për çfarë? Je I çliruar për të lutë për atë person. Je I çliruar për ta bekuar atë person. Je I çliruar për t'i bërë mirë atij personi nëse ke mundësi t'i bësh mirë. Sekret. Tregoj një gjë, po mos e thuaj njeriu. A di ku kuptohet që ke fal dikë? Që është zgjidh mosmarrveshja, konflikti, kur ti mund ta bekosh kur lutesh. Nëse mund ta bekosh atë personin, e ke fal. Ndoshta sillet tash në mendje atë personin. A mund të thush, o Zot, bekoja atë njeri me gjithë bollokun tënd. Bekoja me mbrojtje, me shëndet, me të mirë. Ata zegoja. Nëse nuk ta zegoja, ka gjë që s'shkon, nuk është rregulluar ajo marrëdhënie. Ka gjë që s'shkon, është marrëdhënie e dëmtuar. Edhe kjo është mënyra se si veproi Jozefi. A të them dhe një sekret tjetër? Jozefi në një farë forme ishte, ky që fali për herë të parë në Bibël, që ishte përmend për herë të parë fjala, ky është shembulli, modeli, imazhi se si do ishte Krishti më vonë. Amen që Krishtin e shitën për sa më dha? Ma amen që e keq trajtuan, ma amen që Krishti kaloi në një farë forme gjëra që kaloi Jozefi. Edhe është e para, Jozefi e mori përgjegjësinë për gjithë ata. E njëjta gjë, Krishti e mori përgjegjësinë për kë? Për gjithë ne. E mori ai përgjegjësinë për na fal. Nuk na kërkoi hesap, nuk na kërkoi llogari. Edhe dyta, Jozefi ishte I sinqert dhe e përjetoi çdo gjë që mund edhe Krishti ishte I sinqert, ai përjetoi çdo gjë të mundshme, çdo të ndim, çfarë thotë shkrimi, u të ndua, përjetoi çdo gjë që mund përjetojmë ne. Edhe e treta, Krishti besoi te plani I Perëndis. Ai sa tha, jo vullneti im, por bë vullneti yt. Edhe e fundit e katërta, vdiq që të na çlironte, na bënte të lirë. Të lirë për çfarë? Për të pas marrëdhënie të mirë me çdo person. Me çdo person që ndodhet rreth e qark ne, siç thot shkrimi, me aq sa varet nga ju, jetoni në paqe me kë? Me gjithë. Le të lutemi. E di që kjo është bisedë e sikletshme, e di që është ndoshta jam mobete që prekin në tela. E di që është, po nga ana tjetër do doja shumë të pyesja, çka ka qenë duke të folë frymëshejt? Frymëshejt, çka ka qenë duke përshpëritë zemra e secilit prej nesh? A
ka në marrëdhënie të prishur, në mosmarrëveshje me dikë, konflikt, tension me dikë. A ka arrit në pikën që nuk zgjidhet me fuqinë tënde, nuk zgjidhet me vullnetin njerëzor, të duhet fuqia e Perëndis. Shkrimi thotë e njëjta frym, fuqi, energji që ngjalli Krishti nga vdekja është në ne. Që i bie e kemi. E nëzitja ime së pari do ishte, nosha është dikush të që s'është pajtu me Perëndin, se ti e këtu dhe akoma nuk i pajtu me Perëndin edhe nuk e ke dorësu zemrën ati akoma, bëje sot. Bëje sot duke thënë një lutje të shkurtër bashkë me mua. Thuaj atë, ma i sa di dhe kuptoj. Faleminderit që më do pa kushte. Faleminderit që solle Krishtin Jezus për të paguar për mëkatet e mia. Jezus, unë të pranoj në zemrën time. Pastroje rrëmujën që do gjesh aty. Vendose frymën e shenjtë brenda meje. Mbretëro në mua, nga sot e tutje. E dua këtë gjë dhe e besoj këtë gjë. Nëse kjo ishte gjëja fikse që duhej për ty, thuaj unë lutem edhe besoj në emrin Jezus. Nështë ti ke nevojë në grupi tjetër, nështë ti ke nevojë për të pajtuar me dikë. Nëse ti beson që Zoti është kontroll, atëherë beson që ti nuk je rastësisht tu, edhe ti beson që këto bisedë që po dëgjon nuk është rastësore. Ato doja ta merrej personalisht që edhe së bari besoj çdo marrëdhënie rregullohet. Çdo marrëdhënie restaurohet, është e mundshme me fuqinë e Perëndis. Edhe nëse fryma e shenjtë ka sjellë atë personin në mendje, eksakt me kë do të rregullosh marrëdhënien, cila nga ato të katra shkon me ty. Veç hidh një hap, veç fillo dhe bëj diçka. Duke ditë së pari përfitimin që ka për ty, për trupin tënd, për shpirtin tënd, për mendjen tënde, e duke ditë së dyti dhe se çat mirë do ketë në marrëdhënien edhe në vazhdim. Të falenderoj më atë, edhe lutesh me mua, të falenderoj më atë. Që na ke pranu kështu siç jemi, na ke fal, e na ke zëru të shkuarën, edhe Zoti Jezus, a do na bësh ndryshe. A do na bësh të jemi si ty, të ngjajmë si ty, Jezus. Ne jemi të Krishtit, të krishterë, ngjasojmë me Krishtin, jemi Krishti vegjël, jemi shëmbëllimi i Krishtit. Jezus, unë jam Jezusi të shtëpia ime. E di këtë gjë. Ti je Jezusi të shtëpia jote. Ti je Krishti të shtëpia jote. Zoti Jezus, për shkak se e dim këtë gjë, a do na ndihmosh të shëmbëllojmë ty aty ku jemi, fiks, sikur të ishe ti në vendin tonë. Me ato njerëz të shtëpia, me ato njerëz të puna, me ato njerëz të konvikti, me ato njerëz të kudo. Na ndihmo, Zot, jo me vullnetin ton, jo me takatin ton, jo me fuqinë ton, me fuqinë tënde. Nëpërmjet teje, sot na bëj të tillë. Na çliro. Të jemi të lirë për të bërë mirë, për të bërë gjërat fantastike. Siç do kishte bërë Krishti. O Zot Jezus, frymë e shenjtë, puno në këtë vend. Puno tek zemra e secili prej nesh. Restauro zemrat tona, shëro mendjet tona. Na fuqizo, Zot. Në emrin e Jezus lutemi, Zot, na fuqizo. Zot, na mbush me dëshmi këtë javë. Në emrin e Jezus lutem shumë, o Zot. Atë punë që ti ke nisë ke zemra se cilit sot, ti do e shtysh se cilin për nesh për të hedhë një hap praktik. Edhe lutem shumë që këtë javë do mbushim me dëshmi. Që kur të vinë dielën tjetër do na shkëlqej fytyra, sepse ti ke shku para nesh edhe ke rregullu dhe mos marrëveshje u zhduk. Në emrin e Jezus.
bëj mrekullitë e marrëdhëniet tona të prishura këtë javë. Na mbush me dëshmi, në emrin e Jezus lutemi. Na mbush me dëshmi, Zot. Në emrin e Jezus. Amen.